pse për shembull dikush nga Mërgata do ta bënte një lëvizje të tillë 4 herë në zgjedhje, vetëm për një arsye mendojnë. Pra, na kemi pa, angazhimi i Mërgatës në zhvillimet politike në Kosovë ka ndodhur në masë të madhe në situata të caktuara. Pra, gjatë viteve të 90-ta luftë, ka pas angazhim atëherë financiare, kështu me radhë, për shkak të luftës natyrisht, dhe pastaj kur ka pas situata që ata i kanë perceptuar sikur vendi po rrezikohet seriozisht. Një prej të tillave, unë mendoj që e ka ndërtu Kurti në vitin 2021. Si sentiment, s'ka pas ndonjë rreziku, po si sentiment është ndërtu. Po ndahet Kosova, po bojnë marrëveshje me Serbinë për ndarjen e Kosovës, korrupsioni do me hongër vendin kështu me radhë, edhe Mërgata ka thonë në rregull, me gjas që ka e nevojshme me pështu këtë vend. Pastaj na kemi pas edhe një proces zgjedhor, 2 procese zgjedhore në fakt, pas 2021-s, lokale dhe pastaj në shkurti, në të cilin interesimi i tyre ka qenë i moderuar. Apo jo, se nuk është përjetuar që ai rrezik. Pastaj erdhën prap, edhe për shkak të festave, po mendoj edhe për shkak të zgjedhjeve, me që perceptu prap tash diçka tjetër, po rrezikohet edhe po dojnë me na hjek Albinin. Por atë mos harrojmë, Kurti ka arrit me i bin njerëzit që blokada ka qenë e kriju me pejtë të tjerëve, për shkak se kanë interesa. Se kanë të paft. Dakor, po që po thonë çka përmendimin tëme ka prodhu këtë rritje të entuziazmit. E tash, a mundet një rrezik i tillë me u ndërtu edhe për ta zënë për prillin, nëse ka zgjedhjen prill. Për shembull, nëse Kurti shkon me Vjosa Osmanin në kuvend, dhe natyrisht opozita nuk e voton, nuk ja bën kvorumin, nuk zgjedhet Vjosa Osmani. Ky ka mundësi pastaj me ndërtu këta sikur një luftë të re. Këta nuk pedojnë as Vjosën, as mundojnë as, këta nuk i dojnë njerëzit që i doni jo. Tash, s'po them që për shkak të kësaj opozita duhet me ndrru qendrim. Duhet me pas parasysh në mënyrë që me ditë çysh pozicionohesh, edhe çysh e bën refuzimin.